Ishte një dasmë si në një përrall, një festë luksoze ku me sa duket nuk ruajt asgjë, por një vit I mirë pas festës madhështore dhe ndrysh në paraburgim, dyshimi, a e financoj se mirë kë 34 vjeç dasmën e tij me para nga programi ndihmës për koronavirusin, bëhet fjalë për rreth 450.000 euro, që thuhet se ai ka marrë hua nga Creditanstalt. Më 28 janar 2024 Samir K, 34 vjeç, nga Nau Isenburg, Hesse, nusja e tij, Senja, të dy nga si në Range Rover, emrat e çiftit janë të shënuar. Ka një festë të gjerë, vallëzim, dhurata. Videoja gati 7 orëshe e dasmës së ëndrave mund të shihet ende në YouTube Samir K. Janë ndërtues me rrënjë serbe është padyshim njëri nga ata që e bëri këtë. Megjithatë, një vit I mirë pas festivalit, fotografia e biznesmenit të suksesshëm filluan të shkërmoqet. Prill 2025, Samir K arrestohet e ndalohet. Zyra e prokurorit publik të Frankfurtit ngre akuza serioze kundër sipërmarrësit, dyshimi mashtrim me subvencione dhe mashtrim 450.000 euro larg brenda pak javësh. Sipas informacionit të Bild, ai aplikoi për një kredi të shpejt Corona nga KfW në janar 2021 në shumën prej 450.000 eurosh. Kredia deklaron ai në aplikimin e tij fillimisht ishte aplikuar si mbështetje për GmbH e sipërmarrësit. Kompania e tij e ndërtimit duhet të jetë e sigurt financiarisht gjatë pandemisë së koronas. Banka veproi shpejt, kredia u transferuan në një llogari të kompanisë në të njëjtin muaj sipas informacionit të Bild, por së shpejti 34 vjeçari duhet të jetë në liri brenda pak javësh tha prokurori publik I Frankfurtit me kërkesë. A nuk donte ai kurrë të shlyente kredin? Menjëherë pas kësaj, selia e kompanisë do të zhvendoset në Mannheim në Berlin dhe një drejtor I ri menaxhues do të marrë përsipër në fund të nëntorit 2021 Samir K, papritmas, nuk ka asnjë lidhje me kompaninë. Kredia nuk u shlye, kështu që supozojmë se I akuzuari nuk kishte planifikuar të përdorte kredin për qëllime GmbH, që nga fillimi as ta shlyente atë, tha kryeprokurori Dominik Mies për Bild. Tani, po kontrollohet nëse këto para janë përdorur për shpenzime private, janë investuar në madhëra luksoze apo janë dërguar në ndonjë mënyrë tjetër. Sipas informacioneve të Bild, hetuesit po përpiqen gjithashtu të gjejnë video njohërshë të dasmës pompoze. Nëse dyshimi kundër Samir K konfirmohet, ai përballet me një dënim të rëndë në burg. Gjithashtu, kompania mund të kërkojë shlyerjen e të gjithë kredisë.